nga qëndrimi që mbajnë tre gjigantët e politikës shqiptare, por edhe tre gangsterët e saj, Ilir Meta, Sali Berisha dhe sidomos Edi Rama, kupton se si është situata politike në vend dhe situata në drejtsinë shqiptare, në ato drejtësi të cilën shoqëria shqiptare e ka në vëmendjen e saj për faktin se është shpresa e vetme për të rivendosur drejtësinë në këtë vend. Drejtësinë e cila mungon prej 35 vitesh. Është vjedhur gjithçka nga këta të tre dhe nga bandat që ata drejtojnë. Por sot më duket se ka ardhur dita e të vërtetës. Të gjithë besoj e mbajnë mend se si Ilir Meta, i Pazarit të Ri, të thynte në mes dhe e kishte fjalët për prokurorët e Spakut, edhe sidomos për Altin Dumanin që e kryesonte atë, të cilit i vuri noftkën Dumani. Por sot Ilir Meta ndodhet në burg. E njëjta histori ndodhi edhe me Sali Berishën, i cili votoi në parlament në mënyrë unanime krijimin e Spakut, por për të vendosur drejtësi për të tjerët, jo për të dhe familjen e tij. Në momentin që Spaku trokiti në derën e tij dhe ai ka javë që e fillon ditën e punës, ditën e hënë, pikërisht në ambientet e Spakut, ku jep deklarata nga më qesharaket, atëre ne e duam Spakun për të tjerët, ndërsa kur vjen te shtëpia jon, e sulmojmë, e anatemojmë me të gjitha fjalët dhe epitetet, pikërisht sepse na preku ne. Por ajo që po ndodh javën e fundit është ndoshta më e çuditshme në thonjza. Krijuesi, themeluesi, ideatori i Spakut, sipas pretendimeve të tij, Edi Rama, i cili është në krye tashmë të një bande vjedhësish të paparë në historinë e shtetit shqiptar, ku të gjithë bashkëpunëtorët e tij, tashmë përfshirë edhe zëvendës kryeministren, e cila që nga mbrëm nuk është më zëvendës kryeministre dhe nuk ka më të drejtë të firmosi dhe të vjedhi me firmën e saj miliona e miliona euro me projekte falso, është pra pikërisht ky Edi Rama, i cili është mburur për vite me radhë për krijimin e një drejtësie të paanshme, moderne, europiane, e cila do të na fuste në Evropë përveç të tjerave, që po e sulmon dhe anatemon njësoj si dy kolegët e tij, Ilir Meta dhe Sali Berisha. Çfarë të ketë ndodhur vallë? Pikërisht kjo është ose ky është një faktor shumë i rëndësishëm për të kuptuar se Spaku po troket në derën e Edi Ramës dhe të familjes së tij, dhe në fakt ai e ka bërë këtë pavarësisht se nuk e ka konkretizuar. Por e keqja e Edi Ramës është sepse përveç Spakut ai ka punë edhe me FBI-n dhe drejtsinë amerikane. Por ai është i kapur në një çark të tillë nga zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila di shumë gjëra për të, ka bërë shumë gjëra së bashku me të, dhe këtu bëhet fjalë për vjedhje të pamenduara dhe të paimagjinuara. Kjo e ka trembur shumë Edi Ramën dhe pikërisht për këtë arsye ka filluar një sulm frontal ndaj drejtësisë, por më duket se tani është tepër vonë. Le të shikojmë ngjarjet në zhvillim dhe reagimin e Belinda Ballukut për ato që ajo di, për skandalet që ajo së bashku ka bërë me Edi Ramën. A do jetë ajo e penduar e drejtësisë? Le ta shohim. Së bashku, mirupafshim, le të shikojmë zhvillimet në vazhdim. La la.